Zoti Luciano Boçi, ju lutem lironi sallën, zini vendet. Zoti Luciano Boçi, ju lutem lironi sallën. Zoti Boçi, ju lutem lironi sallën. Na lejoni të vijojmë seancën. Ju lutem respektoni rregulloren. Na lejoni të vijojmë seancën. Ja sa të lirohet salla nga Zoti Boçi. Deputet, zini vendet të rifillojmë seancën. Zoti Boçi, respektoni rregulloren. Zoti Luciano Boçi, mos pengoni vijimin e seancës. Ju lutem, të vijojmë seancën, ju lutem. Të fillojmë seancën, njërë më pas flisni. Ju lutem, Zoti Boçi. Ju lutem, Zoti Boçi, ju lutem të vijojmë seancën. Mirë, rifillojmë seancën, fjala për procedurë, Zoti Belind Kılliçi, kryetari i grupit parlamentar Partisë Demokratike. Zoti kryetar, u bë e disata herë që në këtë sallë parlamenti gjeni çdo artific të mundshme për të prishur seancën në momentin që ka diskutime thelbësore, për projekt ligje me rëndësi, për çështje me rëndësi, për arsye madhore që çdo qytetar shqiptar që na ndjen nga media ka një interes për ta ndjekur këtë sallë. Ne kemi nisur sot punën që në orën 10. Ka patur diskutime me shumë vlerë nga ana e deputetëve të opozitës, kanë folur deputetë e mazhorancës, kanë raportuar ministrat, nuk ka patur asnjë problem. Ajo që ndodhi me kreun e Komisionit të Arsimit dhe me nënkryetarin e Partisë Demokratike, zotin Luciano Boçi, është tërësisht absurde. Nuk pati asnjë arsye, asnjë provokim, asnjë etiketim, asnjë fyerje, asnjë shkelje rregullores dhe zoti Boçi kërkoi fjalën për replikë me ministrin e Arsimit. Ngriti gishtin, u çua në këmbë, kërkoi të komunikonte, kërkoi të replikonte, bazuar në drejtën e tij në nenin përkatës në rregullore kur është fjala për nenin për replikë. E vetmja mënyrë për ta prishur seancën e sotme ishte kjo, që djej një mënyrë të tensionohet situata, të acarohet opozita, të ketë një debat, të merrë minuta pushim dhe pastaj të merrë një vendim për cilin ju nuk theni dot mbrapsht, edhe kur e kuptoni që e keni shumë gabim. Ju, unë e kuptoj që keni një arsye të qartë për të mos e lejuar opozitën për të ushtruar drejtën e fjalës, sepse këtu sot u fol për skandale nga më të mëdha, ndërkohë që unë flas këtu përballë kemi koordinatorin për krimin e organizuar dhe bandat e Ergyll-Sagasin në foto që një zot e di se sa milion euro i ka vjedhur këtij vendi, u fol për Akshin, u fol për Mirlindën që e tha kryeministri është pa shtëpi, ndërkohë na doli me 4 vila, u fol që s'kishte makinë tha Edi Rama, ndërkohë na doli me shofer personal edhe makina luksi, u fol për bankën private të Edi Ramës për Jetbankun, u fol për 1001 probleme që sigurisht juve ju shqetësojnë. Unë e kuptoj që ju nuk do ktheheni mbrapsht se ky është skenari juaj. Do doja shumë që gjithë deputetët ja ku i keni, deputetët e opozitës janë gjithë përgatitur për të folur. Të gjithë. Dhe jo vetëm deputetë e Partisë Demokratike, por edhe deputetë e PL-s. Dhe për këtë arsye ju doni të prishni seancën me çdo kusht. Në pamundësinë tuaj për të reflektuar në raport me një masë tërësisht të panevojshme ndaj nënkryetarit Partisë Demokratike zotit Boçi, me që ju keni vendosur të mos ktheheni mbrapsht
një vendimarrje tërësisht gabuar dhe të pa qenë dhe të pa dobishme për askënd, as për ju as për ne, nuk mundet pretendoni që të ketë normalitet. Ne, nëse ju doni të vijoni, ne do të braktisim sallën në shenjë solidariteti me nënkryetarin e Partisë Demokratike me zotin Boçi, le të vazhdojnë kolegët e PL-s kanë një nisëm me shumë rëndësi për çmimin e karburantit, është shumë e rëndësishme, por ajo që ju keni bërë është e patolerueshme nga ana jonë. Është absurde të pretendoni që të përjashoni nënkryetarin e forcës më të madhe opozitare në vend, të hiqni fjalën dhe të hiqni drejtën e replikës. Kjo mund ndodh vetëm këtë sallë kuvendi. Sinqerisht është e paimagjinueshme kjo që ju Përfundoni ju lutem. Nëse ju nuk gjeni mënyrë për të rikthyer normalitetin, për t'i dhënë qoftë, ja po ja u them unë, pa komunikuar fare me zotin Boçi, qoftë edhe vetëm të drejtën e replikës zotit Boçi dhe më pas po patjetër, ai dhe unë bashkë me të largohemi nga salla. Nëse ju nuk e bëni këtë, atëherë ne kemi vendosur si grup parlamentar të largohemi në shenjë solidariteti. Zoti Klliçi, kemi 10 orë. Zoti Klliçi, ju lutem se unë ju dëgjova me shumë respekt. Prej 10 orësh po diskutojmë këtu, është marrë fjala në 2 orët e para për procedurë, në fakt pjesa më e madhe 90% nuk ishin procedurë, por gjithsesi është respektuar hapësira kryesisht e opozitës, se pjesa më e madhe diskutime kanë qenë nga opozita, është folur gjitha temat që ju përmendën, sado kritike të nxehta, akuza, kundrakuza e tjera janë trajtuar dhe në pikën ku sot dodhi tensionimi i seancës ishte një pikë tërësisht jashtë këtyre temave. Diskutohej për krijimin e Agjencisë Kombëtare Shërbimeve Arsimore. Përderisa unë si kryetar kuvendi nuk kam ndërprer fjalën edhe kur nuk ka qenë fare procedurë gjatë 2 orëve të para të seancës, asnjë deputeti, përse duhet të ndërprisnja fjalën 2 minuta replik një deputeti në këtë pikë, s'po them që është e parëndësishme, shumë rëndësishme, por që nuk është kaq e nxehtë politike, sepse zoti Boçi, ju lutem, më dëgjoni edhe më besoni, zoti Boçi nuk e kërkoi fjalën për replik. Zoti Boçi u ngrit, zuri foltoren, e kam pyetur drejt për së drejti për çfarë kërkoni fjalën dhe nuk tha në asnjë moment replik. Thjesht përdori, nuk mund ta përsërisë, s'ma lejon pozicioni, etika të përsërisë se çfarë tha. Dhe më pas filloi me gjithë gjuhën e vet, jo parlamentare, jo korrekte, dhe për këtë arsye mori dhe masat. Masa e lirimit të sallës nuk ishte një masë e dhënë as në gjakxhetësi, absolutisht nuk më lejohet dhe kam atë maturi të mos nxehem nga zhvillimi i seancës. E ka marrë masën pasi e ka përsëritur disa herë dhe vetëm sa e ka shtuar dozën e fjalëve të papërshtatshme dhe të gjithë shantazheve verbale, po kjo nuk më shqetëson mua, thjesht jam i detyruar të respektoj rregulloren. Dhe mbasi kjo masë është marrë, edhe nëse ju mendoni që kryetari i kuvendit e ka interpretuar rregulloren gabim, nuk kontestohet brenda një seance. Salla lirohet dhe vazhdon normalisht. Ju thoni do solidarizohemi, unë ju them mos u solidarizoni me një shkelje rregullore, po të vazhdojmë seancën se kemi çështje të rëndësishme. Është vendimi juaj nëse do të vazhdojmë apo jo. Edhe më vjen shumë keq për ju zoti Himçi, sepse ju e dëgjuat, ishit dëshmitar. Zoti Klliçi nuk ka qenë këtu. Varet se si ja keni thënë. Ju ishit këtu dhe ashtu si dhe unë nuk keni dëgjuar në asnjë sekond fjalën replik. Thjesht është zënë foltorja dhe nuk është dhënë asnjë shpjegim për çfarë po kërkohet fjala. Në këto kushte edhe ju në vendin tim nuk mund ta jepni fjalën thjesht forcërisht. Ju lutem, kjo është e vërteta, por nuk e kthejmë dot në debat se jemi në kuvendin e Shqipërisë. Po, patjetër, nëse do për replik mund të replikoj, zoti Himçi. Për të qenë shumë korrekt ndaj gjithë asaj që ndodhi këtu, si një pjesë e madhe edhe nuk ishin pranishëm. Të ka kërkuar fjalën dhe ja dhe tjetër kujt fjalën një kolege deputete. Me gjithë respektin që kam, u vendos dhe kë kolegja dy dhe i the pastaj për çfarë do fjalën. Ta kërkoj për replik dhe ti the replika nuk jepet tani mas 2 fjalimeve. Ndërkohë që e keni orientuar ju debatin për të mos i dhënë fjalën. Tani zoti Peleshi, këtu nga njëra anë unë kam qenë tolerant dhe kjo tregohesh strikt rregullore pikë në pikë dhe e provokoj. Jo, kjo është spekulim. Ky është spekulim që po bëni.
s'ka marrëdhënie personale. Me zotin Boçi s'është momenti për ta shpjeguar, zoti Beleshi, e njoh prej 25 vitesh si mik. Tani s'ka asnjë arsye personale. Po këtu jemi për të ndarë tani marrëdhënie personale, ju lutem. Pjesës procedurës të aspektit personal ose jo personal. Po unë po i referohem vetëm diçkaje. Të drejtën e fjalës për replikë kishte, sepse në bisedën e parë, në diskutimin e parë e ke pyetur, e do fjalën si relator apo e do fjalën si diskutant. Dhe të kërkoj fjalën si relator. Dhe pastaj ti thua që jo, nuk duhet. Pse duhet ta krijoj kaq shumë kot lloj gjëje? Lutem, mos e bëjmë si diskutim. Fjala nuk merret dy herë për një çështje në bazën e 48, nëse e keni fjalën për këtë. Po dakord, po ta kërkoj edhe për replikë, po nuk ja dha. Tani problemi është se s'u shtyp pulsanti. Tani nuk është e njëjtë. Të vijojmë seancën edhe unë e kuptoj dhe të vijojmë seancën, kemi patur dhe raste të tjera të masave të ngjashme dhe janë respektuar. Dhe duhet të Ju lutem të vijojmë seancën, nuk është solidaritet ky, ky është solidaritet me një shkelje rregullores. Urdhroni. Zoti Klliçi, meqense u referova, ju përmenda emrin, urdhroni. Edhe një herë për replik me ju. Zoti Beleshi, unë e kuptoj që ju nuk doni dhe keni të pamundur reflektimin për shkak të nëse do donit mund ta kishit interpretuar edhe gabim të teknologjisë dhe të IT-së, sepse gjithë çështja u ngritua e shtypi butonin zotit Boçi, kreu i Komisionit të Arsimit, apo nuk e shtypi butonin për replik, ndërkohë që e shtypi disa herë, sa herë kemi pas probleme këtu me IT-n, nuk ka pas ndonjëherë shqetësime kaq të mëdha, kësaj radhe po e bëni problem se zoti Boçi pas ka shtyp butonin, ju se keni parë dhe u quan këmbë kërkoj fjalën për replik. Kjo nuk mundet të jetë asnjë arsye logjike për të prishur një seancë kaq të rëndësishme, që kemi gjithë to ligje të rëndësishme për diskutuar. Është sinqerisht është absurde nga ana juaj që nuk arrini të reflektoni në raport me një masë të marrë tërësisht në shkeljet rregullores. Dhe nuk mundet prisni që deputetët e opozitës të rrinë këtu si dele para jush, ndërkohë që ju përjashtoni nën kryetarin e Partisë Demokratike dhe mos ketë asnjë reagim. Kjo nuk ndodh. Kështu që me që keni vendosur ta prishim seancën, të qetësojmë edhe këdo koleg nga mazhoranca që kërkon ta mbylli shpejt se mund të ketë një darkë dhe duhet ikin të mbarojnë punët e tyre, vazhdoni flisni me veten, vazhdoni në rregull, kalojeni në votim seancën edhe jepni drejtim. Ne, nëse ju nuk reflektoni, largohemi nga kjo seancë. Faleminderit. Seanca nuk kalon në votim, seanca do të vijojë diskutimet me të gjithë deputetët që do të dëshirojnë të marrin fjalën sipas të drejtës që ju jep rregulloria. Zonja Klodiana Spaiu, fjala për ju. Procedurë, zoti Blushi, ndjes. Zoti kryetar i Kuvendit, ju dëgjova me shumë